Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Falënderojmë Allahun e mënduar për të gjitha të mira që na i ka dhënë. Elusim Allahun që na bën nga robët e tij falëndërues. Dërsa laudatat, bekimet, paqja qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, bi shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, edhe sot po takohemi me lejen e Allahut Azza wa Jall, duke kërkuar ndihmën e tij dhe përkrahjen dhe suksesin në kuadër të ligjëratave tona të përjavshme dhe jemi në ciklin e emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall. Sot jemi me një emër të Allahut Jalla Jalaluhu që padyshim është prej emrave që japin shpresë besimtarit, sikurse dhe emri El Kerim që kemi pas. Dhe emrat e bukur të Allahu xhallahu ala që është përmend disa në Kur'an, dhe përmendja e tij nuk ka ardhur vetmuar, por ka ardhur e shoqëruar shpeshherë me disa emra të cilët e bëjnë gjithashtu edhe këtë kombinim shumë interesant për neve. Në fjalë është për emrin e Allahut El Halim, që Allahu xhallahu ala e ka emërtuar me këtë emër vetën e tij në Kur'an në disa vende. Para se të kalojmë tek, do thotë përmendja e këtij kuptimi në raport me Allahun Azza wa Jall dhe para se të flasim për ato që kanë me këtë emër, padyshim se na duhet që si zakonisht ta trajtojmë nga aspekti gjuhësor fillimisht këtë emër për të na e hapur rrugën pasaj ky trajtim edhe atë që ka të bëjë me aspektin e temës tonë. Fjala ose emri Allahut El Halim në gjuhën arabe vjen për një rënje që halime ose hilmun, e që djetarët i kanë dhënë disa kuptime. Hilmun në gjuhën arabe i thuhet njeriut i cili nuk hakmirët. Gjithashtu i thuhet atij i cili nuk provokohet nga veprat e armikut. Gjithashtu El Halim arabët i thonë njeriut të urtë dhe të matur, i cili vepron në bazë të dijes e jo në bazë të rrethanave. Gjithashtu prej asaj që është thënë për El Halim është një lloj përmbajtje në vete dhe është shumë e ngjashme dhe përafërt me fjalën sabër. Do të thotë është një durim i posaçëm me mundësi të hakmarrjes. Prandaj arabët njeriu i cili fal për shkak të dobësisë nuk i thonë Halim. Ai fal, ai mund të fal, por fal për shkak se s'ka çfarë të bën. Në këtë rast nuk i thonë Halim. Por arabët Halim i thonë atij i cili ka mundësi të hakmirët, ka mundësi ta marrë hakun e tij, mund të vepron në bazë të hidhrimit të tij kur do ai dëshiron, por megjithatë nuk hakmirët apo. Ky është Halim në gjuhën arabe. Ndërsa në raport me Allahun xhallahu ala fillimisht ky emër ka ardhur tash i përmend në disa ajete kuranore dhe shumë interesant është përmend në kontekste të rëndësishme që duhet t'i kuptojmë ne gjatë trajtimit të këtij emri. Fillimisht Allahu xhallahu ala thot në surën Al-Baqara në ajetin 235: "Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allaha ghafurun halim." Allahu thot, dini se Allahu xhallahu ala e din çfarë kanë vetë e juaja, andaj ruajuni prej tij. Allahu din çfarë kanë vetë e juaja, andaj ruajuni prej tij dhe dini se Allahu xhallahu ala është falës dhe është Halim. Ardha e këtij kombinimi këtu e ka kuptimin e vet, që inshallah e marrëm matutje. Pastaj Allahu xhallahu ala kur flet për vlerën e sadakas në surën Al-Baqara dhe jep udhëzime të duhura të nevojshme se çysh një besimtar i jep sadak. Dhe se sadakaja ati nuk duhet jetë e përcjellur me fjalë, me përmendje, me shqetësim ndaj atij që i jep. Nga se nëse është të përcjellur, atëherë Allahu xhallahu ala thot qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Një fjalë e mirë dhe një falje në këtë rast është shumë më e mirë tek Allahu xhallahu ala se sadaqatun yatba'uha adha. Se sa një sadakë që është e shoqëruar me shqetësim. Pastaj Allahu thot wallahu ghaniyun halim. Edhe këtu e ka përfunduar këtë ajet me emrin e tij El Halim. Ghani, Allahu xhallahu ala
nuk ka nevojë për sadakën e juve, as për ibadetin e juaj, është i pavarur në këtë drejtim dhe është El Halim. E kështu me radhë do të thotë që janë përmendur në disa vende në Kur'an ajete të ndryshme ku Allahu xhallahu ala i përfundon këto ajete me emrin e tij El Halim. Ndërsa sa i përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, atëherë dietarët kanë thënë disa kuptime të cilat padyshim, sikur që kemi përmendur vazhdimisht, ato e plotësojnë njëra tjetrën e asëse nuk kupton se ata janë në mos pajtim. Mirpo, dikush e ka komentuar këtë nga një kënd, dikush nga një kënd tjetër, e rëndësishme është që gjitha këto kuptime të përbëjnë për neve një brom të rëndësishëm për ta kuptuar drejt emrin e Allahut Azza wa Jall El Halim. Andaj Ibn Jarir rahimahullah në tafsirin e tij, kur e komenton emrin e Allahut El Halim, thot dhu anat, është ai që është i përmbajtur dhe vepron me ngadalësi, që nuk e ngut dënimin e tij ndaj robëve të tij të gjunaqarë. Kjo është El Halim. Nëse njerëzit ndoshta me të vërtetë çdo moment meritojnë dënim, por Allahu xhallahu ala me hilmin e tij i afatizon robët e tij dhe nuk i dënon. Madje një kuptim tjetër dietarët e kanë arsyetuar dhe e kanë shëruar këtë vonim të dënimit për shkak se Allahu xhallahu ala pse e vonon Allahu dënimin, jo për shkak se është duke e mbledh fuqinë, nga se këtë fuqi e ka, jo për shkak se është duke u kujdes për pasoja, nga se la yakhafu uqbaha, Allahu xhallahu ala nuk i friksohet asnjë pasoje, por e vetmi arsye pse Allahu xhallahu ala i jep afat robëve të tij, nuk i merr shpirtin, nuk i dënon, apo për shkak të gjunave është që tu jep afat për pendim, që të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ky afatizëm dhe kjo shtyrje e dënimit apo nga ana e Allahut azza xal është kuptim i drejtë për drejt e emrit të Allahut El Halim. Gjithashtu për kuptimit të emrit të Allahut El Halim në raport me Allahun azza xal, që e kanë përmendur dietarët, është se Allahu xhalla xhelaluhu përkundër mëkateve që bëjnë robët e tij dhe përkundër rebelimeve dhe mosmirnjohjeve, Allahu xhallahu ala vazhdon që të jetë i kujdesshëm ndaj tyre, vazhdon që t'i furnizon, vazhdon Allahu xhallahu ala t'u jap shëndet e kështu me radhë. Prandaj pothuajse është në bazë të një marrëveshje të caktuar. Po them kështu kushtimisht nga se nuk ekziston kjo marrëveshje, por pothuajse është një lloj marrëveshje e caktuar ku robi është i detyruar që të jetë ai që e adhuron Allahun azza xal është mirënjohës ndaj tij, ka obligimet dhe Allahu xhallahu ala furnizon. Dhe përmes emrit Allahut El Halim është një lloj garance apo për robën ku i thuhet robit, edhe nëse ti e prish marrëveshjen dhe ti nuk zbaton atë që ke përballë meje, unë nuk e prish atë që kam përballë teje. Në këtë garancë ta jap emri Allahu xhallahu ala El Halim. Allahu xhallahu ala nuk sillet në bazë të veprave tona. Apo Allahu xhallahu ala nuk vepron në bazë të asaj që ne e meritojmë. Andaj nuk e ndal furnizimin, nuk e ndal kujdesin, madje edhe ndaj atyre të cilët as nuk e lutin Allahun për këtë rrezik. As nuk kërkojnë prej tij që Allahu t'i furnizon, nga se i ka shqetësuar dhe i ka kapluar angazhimin për këtë botë, nuk kërkojnë nga Allahu xhallahu ala asnjëherë madje falje. Megjithatë Allahu xhallahu ala i furnizon. Andaj kjo është në bazë të emrit të tij El Halim, dhe thash të gjitha këto që ndodhin qoftë në aspektin e furnizimit, apo qoftë në aspektin e shtyrjes së dënimit, apo qoftë në aspekte tjera që i përmend, të gjitha këto janë në kuadër të kuptimit të drejtë të emrit të Allahut El Halim. Gjithashtu ajo që e kanë përmendur dietarët lidhur me këtë emër është se e kanë lidhur këtë emër drejt për drejt me shumë emra të tjerë të Allahut xhallahu ala për të kuptuar më drejt. Emri Allahut El Halim nuk mund të kuptohet drejt, në qoftë se nuk kuptohen edhe disa emra të tjerë, sikurse El Alim edhe El Qadir. Nga se El Alim, në qoftë se njeriu është i butë ndaj dokujt, për shembull, nuk e merr parasysh veprimin e tij, apo nuk e dënon në bazë të veprimit të tij. Do thotë nga ky aspekt vepron me këtë butësi të tij, me këtë mëshirë të tij, por nuk ka dije të mjaftueshme, atëherë kjo butësi shpeshherë mund të jetë edhe mendje lehtësi. Nga se nuk duhet ti njëri mi dhon kësaj afate, nuk nga se kjo dëmton. Por tek Allahu xhallahu ala emri Halim apo është i shoqëruar me emrin El Alim. Andaj Allahu xhallahu ala e din saktësisht
se këtyre robëve deri kur duhet të shtyhet afati. Edhe këtij robi deri kur duhet t'i japë mundësi për të penduar dhe këtij andaj vepron në bazë të emrit të Allahut El-Alim, i gjithdijshmi, andaj është i butë. Dhe kur të kombinohet i gjithdijshmi me El-Halim, e jap kuptimin e drejtë të emrit të Allahut El-Halim në raport me Allahun xhallahu ala. Dhe gjithashtu falja që vjen nga Allahu xhalla xhelaluhu, në këtë rast shtyrja e dënimit dhe mosmarrja në përgjithësi më një herë njeriu për veprat që i bën, apo gjithashtu edhe kjo mund të jetë në raport me njeriu dobësi. Mund të jetë dobësi nga njëra për shkak se ai don që të merr hapa konkret, dëshiron që të ndërmerr masa të caktuara, mirë po nuk ka mundësi. Andaj në këtë rast ne e plotësojmë kuptimin e emrit të Allahut El-Halim me kuptimin edhe të emrit të Allahut El-Qadir. Edhe pse se kena marrë El-Qadir, e marrëm inshallah, mirë po ka të bëjmë me të gjithë fuqishmin, ai i cili në çdo moment ka mundësi që ta zbres dënimin mbi robët e tij. Në çdo rast mund të dënoj dhe atë në çfarë mënyre don dhe nuk e pyet askën për këtë. Madje nuk i duhet aleancë me askën, e as nuk i duhet përkraje askujt dhe nuk i duhet absolutisht të shikon në pasojat e kësaj, nga se të gjitha këto janë në dorën e Allahut Azza wa Jall. Të gjitha këto janë në pushtetin e tij, prandaj Allahu xhallahu ala kur është El-Halim, është veç për shkak se është El-Halim. Absolutisht nuk ka asnjë lloj interesi dhe asnjë lloj përfitimi në këtë aspekt, por atëra i kthehet krijesave të tij. E tërë mirësia e të vepruarit me këtë emër i kthehet kujt? Krijesave të Allahut Azza wa Jall. Absolutisht nuk ka të bëjë me asgjë tjetër jashtë kësaj. Dhe kjo pastaj, nëse kështu kuptohet, i jep një fuqi të posaçme kuptimit të drejtë të këtij emri, sikur që e cekëm edhe më herët apo. Andaj dietarë këtu në përfitim ndaj emrit të Allahut El-Halim ose të përfituarit prej emrit të Allahut El-Halim nuk kanë përjashtuar asnjë kategori të njerëzve, sikur se te El-Karim e kemi pas ose Ar-Razzaq, apo të gjithë përfitojnë nga kjo. Çdo njeri që ti e sheh se i bën Allahut mëkat dhe hala është gjallë, thuaj subhanallahu, shikoj emrin Allahut El-Halim drejt për këtë njeri aftë. Ti kur sa herë dikon që nuk fal namaz dhe hala merr oksigjen dhe ham buk, thuaj emri Allahut El-Halim është kamo se këto është dosh më ti më shkatru pikë tut. Apo nga se kjo është shumë normale në raport me ato që njëri bën. Prandaj ti e sheh këtë vërtetim të këtij emri vazhdimsi. Ka do që ti sillesh, ka do që ti shkon. Madje në raport me veten tonë, sa njëri është i mangët në adhurim me Allahun xhallahu ala, ndoshta nuk e falëron Allahun sa duhet, nuk është mirënjohës sa duhet, ndoshta mund të jetë i mangët në krye ndonjë obligimi apo i pa vëmendshëm në raport me ndonjë të ndaluar të Allahut xhallahu ala, megjithatë është se situata është e njëjtë. Absolutisht kurrë nuk ndryshon. Përkundër ndoshta edhe i shtohen mirësitë. Dhe kjo është gjithashtu reflektimi i emrit të Allahut El-Halim apo një kuptim i drejtë dhe praktik i emrit të Allahut xhallahu ala El-Halim. Andaj dietore e njohur Sheikh Sadi rahimahullah kur flet për emrin e Allahut El-Halim, thot ai është i cili El-Halim është ai i cili në vazhdimsi derdh mbi krijesat e tij begati e-dhahira wal-batina. Begati të jashtme, të dukshme që ne i shohim dhe i prekum, por atë brendshme, të qetësisë shpirtore, të disponimit, të shëndetit e kështu me radhë. Pastaj thot Sadi, ma asihim wa kathrati zallatihim, me gjithë mëkate shumëta dhe devijimet që ata i kanë. Fa yahlamu an muqabalati al-asin, andaj Allah xhallahu ala në këtë rast tregohet Halim, do të i but, i mëshirshëm me ato kuptimet shqip që na mund të përdorim për ta kuptuar më drejt mirë, po duhet kuptuar në kuadër të asaj që e se kam hedhur vetëm kuadër të një fjale të caktuar. Andaj Allahu xhallahu ala është Halim me ta dhe Allahu xhallahu ala nuk u kthen mëkatarëve apo do rebelimin e tyre me një rebelim tjetër. Do ju spodani e asun nuk po du. Nuk u kthen kështu Allahu xhallahu ala. Edhe Allahu xhallahu ala thot vazhdimisht i afatizon hatta yatubu. Kjo është qëllimi atë. Derisa të pendohen tek Allahu xhallahu ala, o yumhiluhum dhe i afatizon ke yunibu dhe i afatizon që ata të kthehen Allahu subhanahu wa taala. Andaj edhe këtë kuptim të drejtë të këtij emri sa nga ashabët e pejgamberit sa më kanë kuptuar drejt, apo të cilët kanë marrë pjesë në disa prej luftave kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo Allahu xhallahu ala pastaj i ka udhëzuar dhe këtë udhëzim e kanë vlerësuar lart dhe kanë çmuar shumë, madje për të situata kanë ndodhur që ata nga njerë debatohen duke thënë jo ose po në kuptim të asaj që kanë dashur të deklarohen me betim duke thënë
pashaat i cili më shpëtoi në këtë luftë. Pashaat i cili nuk më mori shpirtin këtë luftë. Nëse paramendoni sa ashab pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë në luftën e Bedrit në të kundërtën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Një shtizë vetëm ka qenë mjaftueshme që të përfundojnë xhehenam përgjithmonë si luftar dhe armiq të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po el-Halim i ka rujt dhe el-Halim i ka afatizu, ju ka dhënë afat që të pendohen. Pastaj në Uhud janë shndruar në ata që kanë qenë në safin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj edhe na nga kjo mund të kuptojmë sa herë kemi qenë në situata që nëse na kujtohet na rënqethet trupi, po të na kishte marr Allahu shpirtin në atë kohë. Por ai el-Halim na ka dhënë afat, na ka afatizu dhe na ka sjellë në rrethana ku ne udhëzohemi dhe na ka mundsuar që të përfitojmë nga kjo jetë që kemi ose kemi shumë, një jetë kemi që të përfitojmë në udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe ti nga vetja jote dhe nga përvoja e kaluarës tënde mund ta përdorësh tërë atë për ta kuptuar më drejt emrin e Allahu xhalla wa ala el-Halim. Prandaj gjitha këtu kanë të bëjnë me emrin, me kuptimin e drejtë të emrit të Allahut el-Halim. Pas kësaj do të tash i vjen radha që ne, kjo është për Allahun xhalla wa ala kuptimi i këtij emri në raport me Allahun azza wa jalla. Mirë po në raport me neve, si e kuptojmë ne këtë emër, që të përfitojmë nga ky emër në jetën tonë të përditshme, nga se sikur që kemi përmend, emrat e Allahut azza wa jalla, ndikimi i tyre duhet të jetë padyshim në gjallërinë e zemrës tonë dhe në ambiciet tona dhe në shtimin e dashurisë ndaj Allahut xhalla wala e kështu me radhë nga përfitimet e shumta që i kemi përmendur deri më tani në lidhje me emrat e bukur të Allahut xhalla wala që kemi kaluar nëpër to. Edhe kësaj radhe edhe emri i Allahut el-Halim na jep mundësi të shumta për të përfituar nga ky emër. Njëra nga këto mundësi është sikur që është e dikshme me çdo emër të Allahut xhalla wala. Kur njëri e sheh se Allahu xhalla wala si kujdeset për të, wallahi nuk ka mundësi njëri me kuptu afatizimin që Allah ja ka bën këtë dunjë, nuk ka mundësi me kuptu drejt përveç ditën e gjykimit kur del para tij. Kur sheh njerëz që kanë qenë ngjajshëm me të, sheh shokët e tij, sheh të afërmit e tij, kështu ka qenë ai afton. Pas janë përfshirë në emrin e Allahut el-Halim afton. I ka marrë Allahu xhallahu ala para se të thonë astaghfirullah. I ka marrë Allahu xhallahu ala para se të pendohen tek ai afton. Dhe sheh përfundimin e tyre, dorso sheh atë që Allahu xhallahu ala i ka dhënë begati të shumta që ai të tash më ndryshe në raport me Allahun xhallahu ala. Dhe kupton se kjo s'është nga vetja e tij, absolutisht nuk është merit e tij, por Allahu xhallahu ala el-Halim është ai që e ka prek me këtë emër dhe e ka afatizuar duke pastaj i dhënë mundësinë e udhëzimit. Andaj gjitha kjo nëse me zanjëra, padyshim se ja shton dashurinë ndaj Allahut xhallahu ala, e bën që askën këtë botë mos të dënë më shumë se Allahu xhallahu ala. Të përmallohet për takimin me të. Të jetë i gatshëm në çdo situatë, çdo rrethon, ti nënshtrohet dhe ti përut urnave të tij. Dhe në anën tjetër gjithashtu nga ndikimi i këtij emri në tonë është që të turprohemi nga Allahu azza xal. Apo i cili ti e sheh vetëm se janë ndonjë mëkat të saktuar, apo çfarë do qoftë ai, mëkat i zemrës, mëkat i gjuhës, mëkat i gjymtyrës, çdo kush për neve i din gjinat e veta. I din ato të mëta që i kapta. Dhe e din se ka mundsi Allahu xhallahu ala në çdo moment me kap, apo dhe me dënu për këtë dënim. Ka mundsi. Por është se ende është i gjallë. Shikoj edhe sot je i gjallë, edhe sot je duke konsumuar dhe duke përdorur begatitë e Allahut azza xal. Andaj kjo duhet të robi me kriju një fallë turp pe Allahut azza xal. Deri kur? Kur kime hek mo? Na po t'jap ma fat, sprish punë, shtyje. E po deri kur mo? Wallahi njëri subhanallahu me pas bash në njërin këtë botë. Nëse është njëri, s'po flas për njerëz pa ndërgjegjshëm, njëri me kona. Edhe vjen afati me la borxhin. Vjen afati me la borxhin apo. Borxhi dunjas ndaj një krijesë të caktuar apo. Edhe nuk i ka mundësi me la borxhin. Është i ngushtuar shumë, i vjet turp me dal para atij që i ka borxh dhe në moment ndëgjon një telefonat pej borxhliut që i ka borxh. I thot, sot ke pas me kthy sprish punë këtë mas një muaj apo. Si ndihet ky njeri? Wallahi ndihet shumë i shtirum. Por megjithatë për mas kësaj kur i bën mirë ky njeri apo me këtë shtyre të borxhit apo edhe shlyrje të borxhit apo sa takohet me të a ndin një fallë respekti pak më të posaçëm, më tepër, madje edhe një fallë turpi nga njëra dhe me kthy fjalën ose edhe me kundërshtuar kështu më radhën. Padyshim se po. Raport me krijesën, po në bash të dunjas, njëri që është ndërgjegjshëm apo. A nuk duhet më turpopi Allahu xhallahu ala që ditë për ditë na i shtyn afatat apo e na mundson që ndoshta
me kuptu diçka më shumë që do të ndikon të përmirësimin e gjendjes tonë. Për shembull, a ka mujt Allah me ta marrë shpirtin para se me ndëgju për emrin e tij El Kerim? Po vallahi. Ose ka mujt me ta angazhu me ndonjë smunë dikun para se me ndëgju emrin e tij El Halim. Dhe kjo më kone mjaftueshme që ti pastaj ti jesh i mangët në aspekt caktuar për të përmirësuar. Po. Por ai ta ka mundsuar me ndëgju këtë fjalë, ta ka mundsuar me ndëgju këtë këshill, ta ka mundsuar me ndëgju atë porosi, ta ka mundsuar me ndëgju këtë emër, apo të ka dhënë shëndet, të ka dhënë jetë. Këto gjitha janë rrethana dhe begati që Allah po të mundson ty që të përmirësohesh. Apo nga çdo tjetri ka angazhuar dikun tjetër. Pse të ka pru këto? Pse don me të pa më të mirë? Për çfarë arsye të ka pru këto? Kërkon Allahu xhallahu nuk e bën këtu për me ashtu dënimin aftë. Qëse njëri ke çpërdor ardhën e tij këtu diçka tjetër është aftë. Po në esencë, çdo kënd kon Allahu xhallahu e sill këtu dhe unj përpara, më ndëgju për emrat e bukur të tij, më ndëgju për fjalët e tij, vallahi e ka pru për më përmirësuar aftë. E ka përmirësuar për më ndreq, e ka përmirësuar për më pa më të mirë. Prandaj njëri swalla opet ka ardhja skeç duhet, të bim në opet, sprish puna aftë. Opet na nuk të angazhojmë dikun tjetër të cilëm opet na këtu aftë. Opet na cilëm dikun tjetër që të ndëgjosh ti për neve aftë. Përsëri, sa herë dhe përsëri gjendja e njëjtë. Andaj duhet një më turpu pi Allah xhallahu ala, kjo është turp. Apo që ky turp të ketë ndikim pozitiv, nuk përdhem turp e zviun e mua, jo kështu. Jo turp që të shtin më arë përsëri, por turp që të bën të ndihesh më i përgjithshëm pak, më i ndërgjithshëm përballë asaj që ti po e ndëgjon, përballë asaj që ti po e merr. Qase kjo ka një çmim të caktuar. Nuk është tek fal, në kuptim, po hyrja ndersa fal, tu spaguhet kurrë më ardh atë. Po diku ne ka një çmim kjo. Nuk duhet me marrë veç me aspekt material, a paguhet me i, as paguhet me i. Po dhe kjo e ka një çmim. Së do njerëz nuk kanë pas si duket kredit mjaftuar tek Allahu xhallahu ala, ndaj si ka pru këtu, ose si ka pru atje me ndëgjuar kështu më radh. Ti ki diçka te Zoti që ai ka patë ti ka pru këtu me një për ta. Çka është ana nuk e dim. Mirë, po fakti që Allahu xhallahu ala me emrin e tij e Shekur, apo ka qenë mirënjohës dhe falëndërues për diçka të mirë të nevën, na ka mundsuar që ta shtojmë këtë dhe vonimi i përmirësimit këtë drejtim duhet na turpron para Allahu xhallahu ala. Andaj ndikimi i tij El Halim, ndikimi i emrit El Halim tek ne duhet të ketë gjithashtu një ndikim të një turpi, apo që duhet ta ndim për çdo vonesë që ne e bëjmë në drejtim të përmirësimit dhe të përfitimit nga mësimet që ne i marrim. Gjithashtu edhe në anën tjetër, ajo që duhet të ndikon tek ne në raport me emrin Allahut El Halim është ta kuptojmë kuadrat asaj që se ka dhe më herët tek fuqia e Allahut Azza wa Jalla. Në qoftë se ti e kombinon emrin e Allahut El Halim me emrin e Allahut El Qadir, i gjithfuqishëm, ai bën çka don. Ky kombinim të jap një rezultat. Cili është rezultat? Është gjendja e selefit në adhurim. Ata kanë kuptuar se Allahu xhallahu ala ka mundësi në çdo moment me i përjashtu pe lojës apo. Ballkë lut. Ballkë çka kjo ec del përjashtë. Ka mundësi. Çdo ditë që ka qel sabahu dhe kanë pas mundësi edhe një ditë më tepër të marrin pjesë në këtë lojë, apo u ka shtuar edhe më tepër devotshmërinë te Allahu xhallahu ala dhe aktivitetin. Prandaj ata kanë qenë në shtim të vazhdueshëm, jo në paksim. Sikur se thot Baqi ibn Makhlad rahimahullah, thot kam qëndruar me Imam Ahmedin 20 vite, çdo ditë ai diçka bënte çka s'bënte dje. Në kuptim të shtimit të adhurimeve ishte më i mirë, ishte më i butë, ishte më solidar, apo ekstremal nga punët e mira. Çka na bën me kështu? Ky emën, kuptimi i këtij emri, apo para mëna çdo ditë ti më pas mundësi apo me fitu para të caktuar. Ditë për ditë që kaq me fitu mundsinë. Dhe në momentin kur tamam je nxe, apo veç ke filluar me llogaritash kur ti bëj edhe çikaç e bëj këto, ton mur fund loja. S'ki mundësi me bëmo. Sanin një është kaq. Pastaj me negociata për shembull, çedhe që edhe pak që s'bëj mua kthena apo mirë, çedhe po ti shtojmë me çikaç. Kur ta shtojnë pjesën e dytë, apo për me shtu buxhetin tënd. Ambicet a shtohen apo kësohen? Shtohen ambicet, të njeri normal, shtohen, se e përshet që muna me të tje kur dua, përshet. Atëre vrapan që sa ma shumë dzen nga se e din se hera e dytë, s'ka negociata mua pëtën. Nuk ka mu negociata pëtën. A ne kuptej që kështot, gjdo dit, Allahu ta merë shpirtin të jopëtën.
Ty e mua gjithve, çdo ditë. Allahu xhallahu ala e merr shpirtin e çdo njeriu kur zës, kur të është në gjumë. Po, ti si të nxën gjumi, apo dije se mo s'kthehesh këtu, që kjo është esenca. Pastaj në bazë të emti el Halim, apo e kthen dikën e merr atë. Prandaj sa që është sabah, apo si të qel syt, dije se me emrin e tij el Halim e kthyj atë. Ai të ka mundsu çerdh një ditë po ta do. Shtoje, se çështo me marr tonë nuk është puna mirë apo. Ose nuk është ç'është duhet, ose nuk është sa duhet, ose nga shprehja që në çdo situatë dëshmojnë mangësinë tonë në raport me Allahun xhallahu ala. Andaj ta kuptojmë se Allahu xhallahu ala ka fuqi. Pse po e them këtë ka fuqi? Që ta kuptojmë seriozisht, vallahi ta ndim shpirtërisht emrin e tij El Halim çdo ditë apo. Nga se absolutisht kur gjë hiç se ka penguar të marr, hiç. Absolutisht as nuk i prish koalicioni me kërkan, as aleanca me kërkan, as nuk dridhet kur gjë pse ti si e mo këtu, as kur s'no hiç. Krejt normalisht. Krejt normalisht dunia jaftë. Non ti nuk i duhesh kur gjë. Me qadir, apo? La yusalu amma yaf'al. Allahu thot nuk pyetet për atë çfarë bën. Kërkues si pra parë pse të ka marrë pe këtu. As prindve tu, as fëmijëve tu, as gruas tona, as pse na le keq pa tas, kërkues si pra parë. Absolutisht. Andaj fakti që edhe sot ka pru këtu është veç El Halim. Ndoshta edhe me një mos po ndreqet. Ndoshta edhe një sevap më shumë me marr atë. Qëse pa dyshim se shpëlimi që e marrëm sot këtu që kemi ardhur na bën pak më të çmueshëm tek Allahu nesër se të kishim vdek para se më ardhë atë. E kështu kuptoj çdo mundësi dhe mirësi që Allahu ta jap. Dhe kupton drejt emrin e tij El Halim. Dhe kjo është ndikimi i tij në jetën e kësaj bote që të na bën më ambicioz. Të jemi, do të thotë me të jemi gjithmonë do nga ata që shtojnë adhurimet e tyre apo. Dhe emri i Allahut El Halim është një nga emrat e bukur të Allahut xhallahu ala, i cili ndihmon me lejen e Allahut xhallahu ala në mënyrë të mrekullueshme me e luftu dhe me evitu një virus të rrezikshëm që ka rrezikuar çdo musliman dhe muslimane. Cili është ai virus? Virusi i fjalës do ta bëj. Sa projekti kena në kuadër të kësaj do ta. Shumë kena këtu, do ta bëj. Një të kam, apo? Emri i Allahut El Halim le ta nxjerr këtë projekt prej do ta e bëra. Pse? Nga se ku e din ti sa ki kredit të El Halim? A i sot ka dhënë mundësi, kryje sot. Nga se nuk dihet a do të prekësh nesër me El Halim apo jo. Dhe kur them a do të prekësh me El Halim, kë nuk nënkupton vetëm aspektin e jetës, apo po nënkupton aspekte të privimit të ndryshme që mund të privosh nga mundësia e përfitimit apo. Andaj selefi në këtë aspekt kanë qenë më të devotshëm dhe për shkak të kësaj gjithashtu kanë qenë nga ata që kanë ndi keqardhje të madhe në momentin kur kanë dëgjuar se një mundësi e madhe ju ka ikë. Shu'b ibn al-Hajjaj rahimahullah ka qenë alim i madh i hadith, është i njohur Shu'bja në rrafshin e shkencës së hadithit. Madje janë disa deg në shkencën e hadithit nuk mund të paramendojnë pa Shu'bën ato. Nuk mund të paramendojnë pa Shu'b ibn al-Hajjajin. Posaçërisht për shembull ato që kanë bërë me një deg që tedlisje do punë tjera, paramendojnë pa Shu'b ibn al-Hajjajin ato. Tash paramendon ky njeri që ka arrit të deri në këtë nivel. Ja kanë thënë një hadith para se me vdek, edhe se kanë dëgjuar këtë hadith atë. Edhe ka filluar me klith, wa huzna, mirë për mua, ku keq se pash atë. Ku ishte ky hadith, unë gjithkund kam raportu ku ishte, ku shkoj. Apo nga se po dal dhe që ja, kjo është një argument se sa ke lënë pa marr pe këtë ujë atë. Prandaj emri Allahut El Halim thash duhet na bën më ambicioz dhe gjithashtu ta luftojmë me këtë emër fjalën do ta bëj atë. Në anën tjetër Allahu xhalla xhelalu përmend në Kur'an se jo të gjithë njerëzit përfitojnë nga emri i tij El Halim atë. Nga kjo afatizim. Prandaj Allahu xhallahu ala përmend se sa popull ka shkatruar dhe sa popull ka dënuar dhe sa të tjerë i ka shkatruar e kështu me radhë, për shkak se ata nuk kanë përfituar nga afati i dhënë për të penduar.
Thot Allahu xhalla xhelaluhu në surën Fatir në ajetin 44, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Allahu thot awalam yasiru fil ard, a nuk jeni nga ata ose a nuk janë ata që ecën, lëvizën për tokë, që të shikojnë si ishte përfundimi i atyre të cilët i shkatruan para tyre. Kanu ashadda minhum quwwa. Shikoj Allah çka thot, ne i shkatruam, i preshëm, ku është Adi e Thamudi, ku janë këta? Faraoni. Ata kanu ashadda minhum quwwa. Thot Allah për Kurajsh, ata ishin më të fuqishëm se ju. Më të fortë kanë qenë, por i shkatrojnë. Andaj mos mendoni se mbetja në këtë botë për shkak se jeni shumë të fortë, edhe i duhni tokës, jo tani ju shtyn Allah, absolutisht. Por për shkak se është el-Halim atë. Pastaj thot: "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi as-samawati wala fi al-ard, innahu kana aliman qadira." Dhe asnjëherë mos mendoni se Allahu xhallahu ala mund ta pengon diç, qoftë në qiell apo qoftë në tokë. Absolutisht. Nuk ka mundësi me ndal Allahu xhallahu ala asgjë nga shkatrimi, nga dënimi, nga hakmarrja. Dhe Allah është alim, sikur se kemi mësuar i gjithdijshëm dhe qadir dhe i gjithfuqishëm, i gjithmundshëm për çdo gjë. Dhe Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an histori të popujve të shumt të ndryshëm që Allahu xhallahu ala i afatizoi. Madje i ka afatizu edhe pas ardhjes së sinjalit të fundit për dënim. Megjithatë nuk përfituan. Dhe si ishte përfundimi i tyre. Andaj ne përfitojmë nga emri Allahut El-Halim kur meditojmë për gjendjen e këtyre popujve, për përfundimin e këtyre popujve si këta përfunduan dhe nuk përfituan nga emri Allahut El-Halim. A nuk është populli i Themudit, populli i Salihut alayhi salam, ku Allahu xhallahu ala u dërgoi devën, u nxirri devën nga guri, e pan me sytë vet. Dhe sipas rregullave ishte që nëse nuk besojnë më saj shkatërrohen. Qase ke kërku mucize, erdh mucizja, nuk beson, rregulli është shkatrim. Por Allahu xhallahu ala i afatizoi. Me një kusht, mos e prekni devën atë. E nëse është përsëri, ndoshta duke e pa devën ditë për ditë edhe një javë, një dy javë pendoheni atë. Por subhanallahu shiko hilmin e Allahu xhallahu ala, shiko butësinë dhe mirësinë e krijesave. E provokuan deri në këtë mas që të nxjerr devën nga guri. Dhe u anzori, dhe përse nuk besuan, kanë kupton dënim më njëhershëm. Megjithatë, tha lënë devën për rahat. Veç mos e ngusni devën. Le të pinë ujë rahat, edhe pini ujë ju rahat. Duke e nda burimin, apo një ditë për devën, një ditë për ta. Megjithatë, kam pasur mundësi duke dalë çdo ditë me pa devën, hajt më njëherë pak është tradita, pak e kaluara, opet po eshe, dhe megjithatë atëherë ka dënimi atë. Prandaj edhe ne kështu për shembull mund të përfitojmë nga kjo. Sa devën e ka nxjerrë Allahu pe gurit, në kuptim deri për deri shtoptën, apo mirë po kur dëgjon për rastin e këtij ose për rastin e atij nga njerëz të devotshëm, çon këtë kohë në kohën e kaluar. Edhe kjo është një devë që Allah ta ka gjetur para vetë. Qëra? Merr shembull çu kanë përfituar njerëz, ku ka qenë ky e ku u bë. Çfarë ka qenë ky e çfarë është bë? Përfiton se ta ka mundsinë. Wallahi kur Allahu xhallahu ta sill shembullin, ta sill dijen dhe pas së dije të jap afat apo më përdo nga kjo nuk ka argument më i drejtë për drejt se ky, se ti i prekun nga emri Allahut El-Halim atë. Andaj përfiton. Për na kanë dëgjuar për këtë rast ose për atë rast, kemi dëgjuar për njerëz që kanë qenë shumë më të këqij se na. Por janë bërë pastaj në shkallë më të lartë të devotshmërisë. Andaj është e mundshme. Nuk ka diçka projekti pa mundshëm, nuk ka një mision i pa mundshëm. Është e mundshme nga se Allah po ta sill konkret. Ka qenë këtu, shiko ku ka arritur atë. Qoftë nga e kaluara, sikur se thash, Fudal ibn Iyadis ata. Po dhe sot njëtë në kësaj bote ka njerëz që kanë qenë të zhytur në thellësirat e kufrit dhe shirkut, po thamë të mëkateve. I kanë nxjerrë Allahu xhallahu ala, janë bërë njerëz që jo vetëm janë bu musliman, por edhe thirrsat njohur në fen Allahut azza xhallahu. Duke përfituar nga ata masa të gjëra të njerëzve kështu më radhë. Prandaj shembuj të gjallë që ti i sheh si kanë përfituar këta njerëz nga emri Allahut El-Halim. Dhe të tjerë që nuk kanë përfituar nga emri Allahut
El Halim. Prandaj ne duhet ta kuptojmë këtë që ndikan, thash që na bën më ambicioz, na bën më aktiv që përfitojmë më tepër duke shikuar në veten tonë, duke shikuar tek ata që kanë përfituar nga emri Allahut El Halim, por duke shikuar tek ata që nuk kanë përfituar nga kjo emër, Allahu xhallahu i ka dënuar, nga se nuk u ka kryer punë afatizime që Allahu xhallahu ka bërë, qoftë të kaluarën apo qoftë në të tashmen ato. Dhe pika e fundit që do ta përmendim në këtë rast është se emri Allahut El Halim, vëllezëruar, duhet ta kuptojmë se përfshin të gjitha krijesat e Allahut xhallahu ala. Dhe gjithashtu kur them përfshin të gjitha krijesat e Allahut azza xhall, përfshin të gjitha situatat dhe rastet dhe rrethonat. Nuk ka mëkat apo nuk ka e keqe që mund ta bëjë njeriu e pas kësaj të privohet nga përfitimi nga emri Allahut El Halim. Në çdo rast e përfitoj. Prandaj Allahu xhallahu ala, në qoftë se emri i tij El Halim është i lidhur në disa raste me emrin e tij El Ghafur, sikur se ka Ghafurun Halim, apo atëra sikur që emri i tij Ghafur përfshin çdo mëkat. A ka mundësi të ketë mëkat në këtë botë, apo e që nuk është e mundshme me e përfshi emrin e tij El Ghafur? Nuk ka. Gjithashtu edhe El Halim. Prandaj nganjëherë vjen shejtani dhe do me e dekuraju njeriu, birën e Ademit, duke i thënë kjo është Halim për dikon tjetër, kjo për ty të sjellët absolutisht sikur se El Ghafur, edhe emrat e tjerë sikur se El Razak, sikur se El Kerim. Gjithashtu edhe emri Allahut El Halim përfshin të gjitha krijesat, të gjitha kategoritë, të gjitha shtresat e njerëzve, të gjitha mëkatet. E rëndësishme është të kuptosh se pas mëkatit, pas të keqes, a je të marr frym hala? Po, ti i preku nga El Halim apo? Ti i preku nga emri Allahut El Halim, nga se ka pasur si mas saj mo, andaj plot nga selefi ka ndodhur që kur kanë rënë me flajt, kanë rënë me një falloj droje. Sa do të kenë mundësi që për shkak të kësaj që kanë bërë ti qel sabah. Çfarë kanë bërë ata? Kur janë qenë sabah e kanë ditë topi begati më të mëdha. Nëse kështu i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dini kur është gjuhën mëngjes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, çfarë dua e ka thënë? Ka thonë falëndrimi alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi. Falëndrimi që Allahu azza wa jalla më kthei shpirtin mua. Më jep gjallëni atë. E pasaj ka thonë në fund, u edhin e li, bi dhikrihi, edhe më dha leje që me vazhdu me e përmenda të apëtën. Më dha leje me vazhdu me adhuru Allahun Gjallahu Ala. Andaj, emni Allahu Gjallahu El Halim, thash, është i lidhë me emni Allahu El Ghafur, po gjithashtu edhe me emni Allahu Gjallahu Ala, që ka të bëj me sabrin, me durimin, dhe nuk ka mëkat thash në botë që njerëz mund me bë, e që të privohen nga mundësia me përfitu nga emri Allahut El Halim. Nëse sikur se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu rahimahullah në sahihun e tij, thot leysa ahadun asbara ala adhan sami'ahu min Allah. Nuk ka askush që mund të jetë më i përmbajtur apo për ndonjë shqetësim që e kanë dëgjuar, ndonjë akuzë, shpifje që e kanë dëgju se sa Allah. Pse? Innahum la yad'una lahu waladan, ata i përshkruajnë atij djalë, e fynë Allah xhallahu ala, wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum, ndërsa Allah xhallahu ala vazhdimisht u jep shëndet dhe i furnizon ata. Andaj kur edhe këta përfitojnë ditë për ditë kur qohen sabah subhanallah, qohen duke e fyer Allah xhallahu ala, duke u kryqu, duke thonë biri, duke thonë kështu, apo megjithatë Allah xhallahu ala ju jep afat apo. Ju jep me hangur, ju jep me pi, ju jep shëndet. Gjitha këto janë aspekte që të jap me kuptues se po u mundson edhe këtë ditë sot këtyn ata përfitojnë. Andaj na kur i shohim këta njerëz që deri në këtë mas kanë bërë shkelje të mëdha, a nuk duhet kjo të na stimulon neve të përfitojmë më shumë nga se na më afër saj. Spaku në këtë shkel nuk bëna pjesë. Në Allah xhallahu ala nuk i kena përfshu shok. As Allah xhallahu ala nuk i kena thënë se ka djalë. As nuk kena Allah xhallahu ala se ka kështu në kuptim të nënçmimit apo në kuptim të fyrës. S'ka ndonjë kështu. Gjithatë çka na i kem disa mëkate, disa tmeta, disa gjëra të shkreta tona që ende s'po mundu më largu prej tyne. Andaj nëse ata po preken nga emri El Halim, po afatizon,
ndoshta në pamjet më të mërshme të mundshme që mund të shë njeriu përballë një robi që sillet me Zotin e tij, atëherë padyshim se kjo do të na stimulojë neve se na më primare është që të përfitojmë dhe të prekim nga emri Allahu xhallahu ala el-Halim. Andaj Allahu xhallahu xhelaluhu sikurse edhe ka thënë dietarët me gjithë këtë që ata bëjnë, edhe mëkatet që janë të përhapura dhe të këqija që ata i bëjnë, Allahu xhallahu ala nuk i privon njerëz nga mirësia e tij. As nuk ka ndal furnizimin, e as Allahu xhallahu ala nuk hakmiret ndaj tyre më një herë aftë. Prandaj shikoj këtë përmbajtje, se Allahu xhallahu ala nuk vepron në bazë të sikurse bën njëri, në bazë të emocioneve, rrethonave, takmirët e kështu me radhë, por El Halim, gjitha këto që po i shohim sot e kuptojmë se Allahu xhallahu ala e ka një urtësi të madhe në këtë drejtim. Prandaj sa njërin këtë botë, sa diktatori, sa mizori, sa tirani, ma ti për neve është dash me dalë për këtë ujtë. Por Allahu xhallahu ala El Halim e len hala. Ose për shkak të ti, ose për shkak të robëve të tij. Që hala robët e tij me bëmë shkuaj, s'përfitojmë atë robët e tij. Andaj Allahu xhallahu ala të elen, apo jo për shkak të tij, nga se për të është azab qëndrimi në këtë dunja, për shkak të dënimeve të shumta që Allah ja çon kuptimin psiqik e fizik e kështu me radhë, por mbetja e tij është dobi për rob të tjerë sa lasun të menduan. Halasun kthy mirë, halasun bashku çu duhet. Andaj ky rrim që Allah ata të shkojnë harin kësaj. Andaj nganjëre afatizimi i zullumçarit apo nuk është timi i zullumit, por është hilm, është butësi vallai nga ana Allah xhallahu ala. Asikur që po e shohim sot në botën e sotshme islame, ekzistimi i disa diktatorëve, sa i ka sjell sherrë të këqija për musliman. Mirë po, afatizimi i tyre deri me një afat, desa muslimanët e kanë rimarrë vetën në disa aspekte, ka qenë shumë hajër se sa të shmarë ma herët, kur muslimanët kanë qenë ma të pa organizuar, ma të pa ngritur, ma të pa orientuar me kështu me radhë. Pra ne shikojmë çdo sens që ka ndodhur në kohën e vet të duhur. Andaj edhe ajo që po ndodh, se njerëzit zakonisht po na pyesin, do të fitojnë muslimanët në Siri, e çka po ndodh në Siri, ne i themi se Allah është El Halim edhe për sirianët. Nëse ata të tjerë subhanallahu për ta është El Halim, Allahu xhallahu ala, e si mos e të paraptë ti që besojnë dhe po thirrin Allahu xhallahu ala natë e ditë për ndihmë, Allahu xhallahu ala ka më ndihmuar. Mirë po është El Halim. Ky afatizim që po ja bën edhe zullumçarit, po edhe vonimit të fitores, kjo ka një urtësi të madhe dhe shumë të madhe që fillimisht kanë me ndi dhe janë duke ndi fillimisht ata që janë të prekur nga kjo sprovë drejt për drejt, por edhe tërë ummeti që është bashkë pjesëmarrës në këtë dhimbje që vllazët dhe motrat tonë atje po e përjetojnë. Andaj elhamdullah që çështja nuk është në dorën tonë, apo se na ndoshta me pikën e parë gjaku që ka derë, ne e kemi shkatruar me ese dhe me keq që ka. Apo mirë pa Allahu xhallahu shiko sa ka zgjat kjo çështje, kjo është Halim. Apo sa i ti mos e kshin nga këndi i syrit ton çapo ndodh, po shikoj nga përfitimet e shumta, apo El Halim këtë bën ata. El Halim, andaj ata që kanë shku, sikur se kanë thonë musliman ditën e Uhudit apo. Ebu Sufjani ka thonë, yaumun bi yaum, një ditë për ditë, apo ka thonë, mbetet na keni mujt, sa gjë u kena kthy apo. Mirë po, çka ka thonë Omeri? Ka thonë katlana fil janna wa katlakum fil nar. Po, një ditë me një ditë, po ka dallim, ne jemi në xhennet e ti jeni në xhenem. Andaj muslimanë që kanë vdekur në Siri me besim në Allah xhallahu ala, duke ushtruar dhunë me ta dhe padrejsi, na shpresojmë tek Allah që ata janë në xhennet. Çka kanë humbur ata? Kanë humbur disa ditë në këtë dunja që kanë mujt me kon në shumë sprova të tjera. Kanë humbur do buk me hongër më shumë këtë dunja se si duhet të hanë xhennet më të mira apo e do ujë me pit këtu i tapton trubullum, e pin më të këndshëm atje, që çdo e kanë humbur komplet apo. Ndërsa ata që kanë me pa dashjet e tyre, Allahu ju ka mundsuar që për kët tua kompenzon me drejtën xhennet e kështu me radhë, andaj s'kan humbur kurrë, çuçi dinë me përfitu nga ajo apo. Ndërsa nga afatizimi dhe zgjatja e këtij terrori, gjithë kena përfituar natën. Të gjithë na kena përfituar. Nga se kanë ndodhur prova shumë ta që Allahu xhallahu ka qitë në shesh shumë gjëra interesante që nuk kishin pas mundësi me dal vallahi kur, po të mos ishte ky afatizim atë. Dhe nuk kanë mundësi me dal të tjera, po të mos ishte edhe ky afatizim që sot po ndodh atë. A gjitha këto i duhet me kuptuar kodrat e Allahu El Halim. Nëse Allahu xhallahu ala wallahi nuk i duhet negociata me kërkon, as nuk i duhet asgjë. Mirë po, e tëra është bejnë el kafi vë nun, si ku se ka ulemat, kun, fejekun, ndodhë më njëherë.
Mirë po, El Halim nuk bën sikur se na me hakmarrje apo e me nguti, tani më pse u guta tek shalon, e të Allah s'ka kështu aftën. Allah xhallahu është El Alim, është Halim, andaj vepron me dijen e tij, vepron me urtësinë e tij, edhe vepron me këtë butësitë e tij dhe mirësitë e tij. Andaj tërë këtë e kuptojmë kodrat e emrit të Allahut El Halim. Elusim Allah xhallahu që të na përfshin me helmin e tij dhe me lutfin e tij dhe me mëshirën e tij. Me kaq po japim fund se pjesë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.